dashur. Kaq. Na duhet me pas kujdes me ty kurse ti s'ki kujdes me neve. Po kush je ti më but, kush je ti? Kush je ti? Po mos e përdor me Brikena situatën. Kemi pa këtu mrena. O, Soni Erikson, qëtësoja. Perfekt, provokoj. Bjeri. Jo, po te ke pas shok senën dhe vjen thot, a e shef si burri e ti ardhshëm. Po kush je ti më? Kush je ti më aton? I familë gjatë tillë, kush je ti? Rri aty në vend dhe nxe vendin aty. Ka ignorancë kjo. Soni Erikson. Unë i thash, a shef si burr tashëm? Mund t'jetë për filanin fistekun. E ka thonë 100 herë, që se ti e ka që i vëmenshëm, e din shumë mirë, a e menon kjo, a nuk e menon kjo. Gruja e me të djalin, jena shumë knaqën, flas për to gjithkohën. Këto lojna që mi kanë kriju, to i kanë pranu, por kur bën deklarata tilla, nuk është mirë se nuk del ti, jo mu. Po ti a ke dal mirë kur i ke thonë Juelës mos kisha qenë i martum, kisha pëlqyer ty. A ke dal mirë? Po jo. Nëse ti e ke një person që e don jashtë, ti nuk provon pëlqim për një person tjetër, nuk thua. Është pëlqimet e mia. Ka si lloj pëlqimi. Po ti motër sa po i thash? Po ti a del mirë me këtë gjë që po e thua, del mirë me këtë deklaratë. Ka lulet, ellaj, është beqar, ka pëlqyer. Çdo më thënë se ti e pëlqen. E kam vlerësuar shumë. Po pra në rregull pra. Kurse ti e ke shprehje. Ti ishte beqar, që ke thënë? Jo, s'kam shpreh për ty, kam përsërit deklaratën tone. A shef ka përdor të fjallë që ke thonë. Kam përsërit deklaratën tone. A shef si ti përdor. A shef si ti përdor. Ta përdore. Kush e ka shpreh, kur nuk e kam shpreh gjatë tillë. Po del keq me publikun. Kam thënë ti Robert, ke thënë që ti isha unë beqar, nuk e di që do kisha bërë. Po nuk e kam thënë unë. Nuk e kam thënë unë. Vazhdo, aman, do dhe ti, hajde këtu, hajde dhe këtu ti. Hajde këtu dhe ti. Do t'kisha hangër, unë jam e hangër. Nuk kam thënë që shka pra? Po pse, për çfarë arsye pja përmend këtë gjë? Për çfarë arsye pja përmend këtë gjë? Për çfarë arsye pja përmend këtë gjë? Për çfarë arsye? Për çfarë arsye? Po se ka thënë mos fol kot ti, se ma ka thënë mua, nuk ta ka thënë ty. Po mos fol kot pra. Tani do mu kap deklarata ti? Jo jemi ama e jotja. Unë jam e po. Jotja, çka ke thënë? Po ke thënë se ta kam bërë. Është deklarata që unë të kam thënë kur ti e ke bë, nuk është deklarata e ija. O njeri dashun, s'kam thënë njëherë tishe ti beqar, unë do të kapja. O ti zojnë, e kam baj tash vonën. Qa kam thënë unë, e kam baj vonë. Ti qa ke thënë? O njeri dashur, unë, më ka dal, a ka dal pjesa dhe bon jenë klajt, po si shte bon jenë klajt. Po, bërë të tjetër, që ishte pra kjo? E njëjta gjë aty, unë kam përsërit fjallën, thash, e ti ke thënë, edhe shka vetëm fjallën. O njeri dashur, unë jam përgjeqe për fjallë që them. Unë kam memori të saktë për atë që them. Asiloj kontradikte. Arbri ka thënë ke pëlqim? Po t'ke thoj Arbri, po nuk e kam. Ta thoj Arbri. Qa ke thënë pra? Qa do të, ty t'kanë bësë zizëllonja t'ke ke pëlqim ti për mu? Po normal, ti isha beqar, normal. Po t'ishe beqar pra, po jo. Nuk ekziston kjo gjë. Po e ti motër, ti isha beqar, nuk nalë ti mu për marrë me të prulule. Po pra nuk të nalë. Po unë të them që ti ke thënë që t'kisha qënë beqar, ti isha unë beqar, nuk e di, do me thënë do t'kisha nga cmo, do t'kisha një të mrapa, më ke thënë këtu. Ti mëj ti, unë! Mosi Asi loj përdorimi. Po ti mëj ke thënë, qa përdorimi do të bëjmë ty. Nuk ka pëlqim për ty dhe basta. Ku ka përdorim? Ku e shef përdorimin? Ku e shef? Kjo pe përdor për të ecën loj, kaq, nuk intereson fare për të. Ky menon se ka pëlqim të vërtet. Për me ecën loj? Kujdes, mos u largo si Brikena, mos u mërzit. Se unë jam shumë friendly, jam shumë miqësor. Dishe i përdor? Jam si vlla, që ta dish. Ku të përdorun ty? Ku të kam përdor? Kjo. Normal, se kjo është Brikena. Brikena dhe dje, Brikena dhe dje. Automatikisht e ka gjysën e shtëpisë kundër, edhe të konvenoj me pas gjysën e shtëpisë. Brikena, ti deri dje the që kam shpreh dhe për të vazhdu para loj e dashur. Që unë kam pëlqim tani thu jo kjo s'ka shpreh pëlqim. Normal e ke shpreh pëlqimin, por një gjë që ke bë për loj, o Juela, e ke bë për loj se ti bën shmas për të para loj, nuk është minimalisht personi për cilin mund pëlqim për një raport.